Llogarisim masën e acidit fosforik në 3.2 molekula, duke ditur që masa molare e acidit fosforik është 98 gram thye për mol, kurse konstanta e Avogadros 6.022 mol-1. Për zgjedhjen e detyrës përdorim dy ekuacionet e sasisë së substancës, të cilat përbajnë ose përmbajnë vlerat e masës dhe numrit të molekulave. Shohim që anët e majta të barazdimeve pra janë të barabarta, atëherë është logjike që edhe anët e djathta do të jenë të barabarta. Nga ekuacioni vijës ne nxjerrim vlerën për masën e substancës, që është e barabartë me hersin në mes të masës molare dhe numrit të molekulave ndaj konstantës së Avogadros. Pas zëvendësimit të vlerave për masë molare dhe numrit të molekulave si dhe konstantës së Avogadros dhe pas thjeshtimit të vlerave si dhe pas llogaritjeve të bëra, gjejmë që masa e acidit fosforik në 3.2 molekula ka vlerë 52.075 gram.